Përshëndetje të nderuar teleshikues, ja po takohemi në emisionin ekskluzive. Në ekskluziven e sotme të nderuar teleshikues kemi një të ftuar të veçantë, një personalitet i komunitetit shqiptar, i fushës së jurisprudencës dhe më gjërë, zotin Renis Nushi, avokat i njohur për gjithë shqiptarët mendoj, i cili këtë radhë në këtë kohë kandidon për State Senat Michigan. Zoti Renis, mirë se erdhe në studion tonë. Faleminderit, mirëmbrëma për si gjeta. Të nderuar teleshikues, kënaqësia ime është e dyfisht sepse në vitet, para shumë vitesh, në vitet e para të fillimeve të gazetarisë televizive, kur Renisi ishte dhe shumë shok të moshës së Renisit ishin në stadin e projektimit të tarë me styre nëpërmjet shkollimit, ne zhvillonim biseda televizive për problemet të ndryshme të komunitetit dhe për aspiratat dhe perspektivat, dëshirat e tyre për të realizuar këtu në Amerikë nëpërmjet shkollimit. Ja vim sot mbas shumë vitesh kur Renisi, si kundër e tham, është një personalitet tashmë në fushën e drejtësisë, por dhe në komunitetin shqiptar, dhe zhvillojmë një bisedë të tillë kur ky kandidon për State Senat. Kjo tregon që komuniteti shqiptar, brezi i ri, djemtë e ri të shqiptarëve këtu në Michigan, kanë arritur suksese të mëdha në fushën e arsimimit dhe në karrierën e tyre profesionale në gjitha drejtimet. Është kënaqësi e madhe që unë kam rastin të zhvilloj këtë bisedë sot me Renisin, që kandidon për në Senatin e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Para se sa të fillojmë bisedën, të nderuar teleshikues, le të njekim insertin e përgatitur nga stafi i televizionit ton në lidhje me biografinë dhe karrierën e zotit Renis Nushi që kandidon për State Senat. Le ta ndjekim. Sot do t'i hedhim një syr më nga afër platformës dhe vizionit të Renushait. Ai është një kandidat për Senatin e shtetit të Michiganit dhe po premton se do të sjellë një frym krejt të re në politik. Le të shohim se çfarë bën atë të dallojë. Nuk po flasim për politikën e zakonshme, por për një lëvizje. Thirrja e tij për luftëtar dhe avokat tregon se ai kërkon një ndryshim, një qasje shumë më aktive dhe mbrojtëse për komunitetin. Pra, kush është njeriu që bën këtë thirrje për veprim? Për të kuptuar vizionin e tij, duhet të kuptojmë së pari se çfarë përvoje e ka formuar atë. Gjithçka fillon këtu, mbi 15 vjet përvojë ligjore, por kjo nuk është thjesht një listë arritjesh, është një histori e tërë shërbimi që nga themellimi i qendrës ligjore troj. Kjo tregon se rrënjët e tij janë thellë në komunitet, duke mbrojtur drejt për drejt interesat e familjeve punëtore. Dhe ja ku e kemi filozofinë e tij në një fjali, parimet mbi pushtetin, njerëzit mbi politikën. Është një deklaratë shumë e qartë që e distancon atë nga lojrat politike dhe e fokuson te shërbimi i pastër. Mirë, kjo tingëllon bukur, por si e vë në praktik këtë filozofi? E po pikërisht të hynë në lojë përvoja e tij unike profesionale, është themeli i gjithë qasjes së tij. Kjo na bën të shtrojmë një pyetje thelbësore. Çfarë ndodh kur një mendje ligjore, dikush që i njeh ligjet me themel, hyn në dhomën ku ato shkruhen? Platforma e tij sugjeron se përgjigjja është një qeverisje më e mençur dhe më efektive. Edhe ky nuk është një rrugtim i zakonshëm. Shikoni progresin, nga niveli federal me senatorin Carl Levin, të roli si prokuror në një qytet të vogël e deri te avokati i qytetit. Kjo është si një masterclass në qeverisje, në çdo nivel të mundshëm. Dhe këtu ai e bën lidhjen vet në mënyrë brillante. Legjislatur vjen nga fjala latine legis, që do të thotë ligj. Për të, kjo nuk është thjesht një kuriozitet. Jo, është një rikujtesë se puna e ligjbërësit kërkon ekspertizë të thellë dhe respekt për procesin. Ky stil leadershipi nuk i ka rënë nga qielli, ai e quan leadership me parime, dhe kjo filozofi vjen direkt nga mentori i tij, senatori Carl Levin. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë vendime të bazuara në fakte, drejtësi dhe dëmshuri, shtyrra të forta të ndërtuara mbi dekada shërbimi publik. Në rregull, i pam parimet, pam përvojën, tani pyetja është, si përkthehet e gjithë kjo në politika konkrete? Le të hyjmë në thelb të planit të tij për familjet e Michiganit. Plani i tij ekonomik është i qartë, sulmon problemin nga dy anët. Nga njëra anë,
Rrit të ardhurat, flasin për një pagë minimale që mjafton për të jetuar dhe mbrojtjen e sindikatave. Nga ana tjetër, ul shpenzimet e përditshme, si koston e karburantit dhe të ushqimeve, e gjitha kjo duke investuar në punët e së ardhmes. Në shëndetësi, e njëjta logjik. Dy shtella kryesore, kostoja dhe aksesi. Pra, vendosja e një kufiri për çmimet e ilaçeve si insulina dhe në të njëjtën kohë zgjerimi i shërbimeve, veçanërisht për shëndetin mendor, në komunitete dhe shkolla. Kjo është thelbësore. Dhe gjithçka mbështetet në këtë ide të thjeshtë, por kaq të fuqishme, kujdesi shëndetësor është një e drejtë njerëzore. Pik, jo një privilegj. Ky besim i jep formë çdo propozimi të tij në këtë fushë. Kur bëhet fjalë për arsimin, vizioni i tij ndërton një rrugë të plotë. Fillon me një themel të fortë, pra financimi plot për shkollat publike dhe kopshte për të gjithë, dhe pastaj hapëdyrë të ndryshme drejt suksesit. Siguria publike është një temë ku përvoja e tij si ish prokuror bie vërtet në sy. Ai mbështet fort policinë dhe zjarfiksit, ata që janë në vijën e parë. Por në të njëjtën kohë ai propozon një sistem më të mençur, investim te ekipet e krizës për shëndetin mendor dhe reforma në sistemin e drejtësisë. Pra, mbështetje dhe reformë. Vim te një nga pikat që me të vërtetë veçon platformën e tij, një angazhim total për atë që ai e quan demokraci në dritën e diellit. Kjo është diçka që shumë njerëz nuk e dinë. Në Michigan kemi këtë situatë absurde. Bashkitë lokale duhet të përgjigjen kërkesave për informacion brenda 5 ditësh, po legjislatura shtetërore, zyra e guvernatorit, asnjë detyrim. Ky është një hendek i madh transparence që Nushaj është i vendosur ta mbyll. Dhe gjithçka përmlidhet me këtë frazë të tij. Demokracia duhet të jetë në dritën e diellit. Ideja është shumë e thjeshtë. Kur qeveria punon hapur, ajo është më e përgjegjshme dhe fillon të rindërtoj besimin tonë. Dhe kjo nuk është thjesht një filozofi, janë premtime konkrete, takime të rregullta, reforma etike, transparenca financiare. Këto janë mjetet që e mbajnë demokracinë në dritë çdo ditë. Pra, i kemi parë të gjitha pjesët, liderin, ekspertin ligjor, planin. Tani le t'i bashkojmë. Çfarë tabloje na jep kjo për të ardhmen? Cili është vizioni i tij i madh? Në fund të ditës, kjo është pyetja që duhet t'i bëjmë vetes. Çfarë lloj komuniteti duam të ndërtojmë? Vizioni i tij ofron një përgjigje të qartë dhe plot shpresë. Dhe përgjigjja e tij ridimensionon plotësisht rolin e një senatori. Nuk është thjesht një punë. Ai flet për përgjegjësi të shenjta, siguria e familjeve, forcimi i ekonomisë, lulëzimi i komunitetit. Dhe ja ku kthehemi te fillimi. Ai nuk po kandidon thjesht për të qenë kundër diçkaje. Ai po kandidon për të ndërtuar, për të udhëhequr, për të sjellë rezultate. Kjo është thirrja e tij për veprim. Një thirrje për një luftëtar që nuk lufton kundër, por lufton për diçka, një të ardhme më të mirë për Michiganin. Zoti Renis, sikur edhe theksova dhe në hapjen e emisionit, sikur doli dhe nga inserti, është një karrierë e larmishme, admirueshme e juja dhe natyrisht që na bën krenar dhe ne që kemi qenë shok dhe miq tuaj, por çdo shqiptar e bën krenar arritjet si puna e karrierës tuaj dhe shumë të tjerëve shqiptar. Dhe është kënaqësi sot që ne të diskutojmë në lidhje me atë thuaç dëshirën tuaj për të arritur në një stad më të lartë në fushën e politikës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është një vlerë dhe një garanci e madhe edhe për komunitetin shqiptar. Faleminderit. Është 2 herë kompliment të ardhur nga ju. Komplimenti është i merituar, jo thjesht kompliment. Le të fillojmë me pyetjen e parë. Natyrisht pyetja e parë në këtë rast është pak klishe, por gjithsesi është e nevojshme edhe për teleshikuesit tanë, ndonse shumë nga këta ju njohin edhe dinë mbi jetën e veprimtarinë tuaj, por gjithsesi do të ishte mirë që nëpërmjet jush të ecim në rrugtimin tuaj jetësor dhe profesional për të arritur deri në këtë stad që jeni sot. Faleminderit. Zoti Gjallir, është një kënaqësi që të jem këtu. Normalisht
prezent me ju sot. Faleminderit për kohën, faleminderit për mundin, për dëshirën e mirë për bërë këtë intervistë. Unë kam ardhur si shumica e shqiptarëve këtu në shtetin tonë, kam ardhur para shumë vitesh, kam ardhur jam bërë pothuajse 30 vjet që kam ardhur tani. Erdha si adoleshent, erdha që të mbarova vitin e fundit të shkollës mesme. Që atëherë, pastaj mbas i mbarova shkollën e mesme, fillova universitetin, mbarova universitetin këtu në Detroit, në Wayne State University për shkencë politike dhe histori. Normalisht jetova gjithmonë gjatë gjithë kohës, kam jetuar kjo zonë ku sot po kandidoj, kam jetuar mes Troy dhe Sterling Heights, këto ka qenë si thosh, ato zonat ku jetojnë gjithë nëse shqiptar, në vjetë përgjithshme, kështu që edhe unë këtu kam jetuar gjithmonë. Mbarova shkollën, siç thash, për shkenca politike dhe histori, dhe pastaj bëra para se të filloja juridikun, sepse këtu e kemi juridikun, siç e dini dhe ju, e kemi juridikun shkollë pas universitare. Para se të bëja 3 vjeçarin e juridikut, vajta punova për senatorin Carl Levin në Washington DC për një periudhë kohe atje, dhe atje ishte ku studiova edhe për të marrë të testin që marrim ne dhe për të hyrë në shkollën juridikut. Kur ktheva pastaj mbasi mbarova gjatë juridikut punova gjatë gjithë kohës, normalisht si çdo shqiptar që ka ardhur këtu në Amerikë, unë kam punuar gjatë gjithë kohës në mënyrë për të mbajtur veten. Ndërkohë erdhi u bashkua dhe familja ime, erdhi vllai fillimisht, pastaj edhe prindit më vonë. Edhe mbas asaj periudhe kohore, unë ndërkohë që isha në shkollë për juridik, punova për një gjykatën tonë në zonën e Detroit, në gjykatën që kemi për qytetin e Detroit. Edhe aty pastaj mbas asaj fillova punën time si avokat. Gjatë gjithë kohës që isha në shkollë në juridik, e dija që do punoja për veten, që do punoja për komunitetin, sepse normalisht që atëherë, siç e dini dhe ju vetë, që atëherë komuniteti jonë ishte rritur në mënyrë masive. Edhe ajo valë e migracionit që edhe pse në atë kohë kur kemi ardhur ne ishte e vjetër, sepse shqiptarët e Malësisë kishin vite që vinin në Amerikë, edhe në zonën tonë. Shqiptarët e Shqipërisë ishte valë më e re se sa ajo valë e hershme, por gjithsesi ishte valë që vazhdonte dhe deri në farë mënyrë vazhdonte edhe sot kësaj dite. Dhe duke pasur parasysh këtë komunitet kaq të madh që kemi ne, gjatë gjithë kohës isha i opinionit që ky komunitet kishte nevojë për avokat, edhe pse kishim avokat, po ishim me kokra. Edhe sot që kemi shumë avokat, prapë kemi nevojë për më tepër. Kështu që gjatë gjithë kohës unë isha i opinionit që isha i qartë në veten time që do të punoja, do hapja zyre dhe do punoja për këtë komunitet, edhe do isha thjesht nga përmasat e komunitetit, dhe thjesht nga fakti që shqiptarët tanë mbështesin shqiptarët e tyre. Aq më tepër se ishte në gjuhën e tyre dhe mundësitë për të komunikuar dhe për të ndihmuar ishin më të mëdha. Absolutisht. Edhe ajo mbështetje që unë e përsupozova normalisht atë e gjeta, dhe prandaj mbas 15-16 vjetësh që jam si avokat sot, vazhdoj sado që rritet në mënyrë proporcionale, rritet edhe klientela jonë që është e amerikanëve apo grupet e tjera etnike që janë atë për qark nesh. Rritja proporcionale e shqiptarëve në zyrën tonë që kërkojnë shërbime tek zyra jonë është vazhdon të mbetet grup masive dhe grupi kryesor që unë shërbej dhe që zyra jonë shërben sot e kësaj dite. Ai, për mendimin tim, ka qenë është një nga gjërat më me vlerë të karrierës time të jetës time, fakti që i shërbej këtij komuniteti. Fakti që ky komunitet më ka mbajtur në një mënyrë aktiv, ka qenë diçka me të vërtetë e vlerë, edhe i ka dhënë vlerë, domethënie, gjithçka që kam bërë në jetë. Po. Atëre, mbas një eksperiencë relativisht të gjatë në fushën e jurisprudencës dhe drejtësisë, duke krijuar një profil dhe një personalitet me klasë të lartë dhe për të patur zili, realisht, dhe për ne është një krenari e tillë, ju tani në këtë momente dëshironi ta ngrini stadin e karrierës tuaj në një nivel tjetër, në atë të përfshirjes në politikë, pra të përfshirjes në pushtetin legjislativ. Erdhi si një dëshirë, si një obligim, apo si një mundësi dhe si një të thuash
kohë e cila ka ardhur dhe unë i kam mundësitë për ta bërë dhe këtë. Absolutisht. Kam përshtypjen zotë Gjallin që pyetja juaj jep edhe përgjigjen. Është me vërtet dëshirë, obligim, mundësi dhe është e nevojshme në këtë moment që jemi neve që jetojmë ne sot si komunitet, në historinë e komunitetit tonë shqiptar këtu në këtë shtet, që të kemi përfaqësimin tonë. Shqiptarët e këtij komuniteti, shqiptarët e shtetit tonë, ashtu sikur dhe shqiptarët kudo në emigracion, kudo në Amerikë edhe në vende të tjera, kanë arritur shumë edhe është normali që kanë arritur shumë sepse ky është kom punëtor, kom me aftësi të rralla, jo thjesht sepse është komuniteti jonë dhe është kombion, po edhe bashkëdhetarët tanë, po sepse të tillë jemi, të tillë janë shqiptarët. Por ka ardhur momenti që të thyem në një farë mënyrë dhe këto barriera që kemi pasur deri më sot në lidhje me shërbimin në këto pozicione politike, pozicione legislative. Ato janë pozicionet që neve deri më sot nuk i kemi pasur fatkeqësisht, ose edhe nëse i kemi pasur kanë qenë me kokra dhe të rralla. Është e nevojshme që të arrijmë diçka më shumë. Unë aq sa u zgjova një ditë, aq që të planifikova për atë ditë të drejtën, kur vjen një moment si ky që ka ardhur në jetën time, kur shërben një komunitet si ky joni për 15-16 vjet si avokat, një gjë që realizon ose që kam realizuar unë si Renis, është që ne si avokat, në një farë mënyrë i vëm lekoplast atyre problemeve të individëve. Kur dikush vjen në zyrën time edhe kërkon ndihmë për një problem caktuar, çfarë lloj problemi të jetë. Unë edhe është roli i avokatit e tillë, mundohem që thjesht të rregulloj situatën e tij në mënyrë imediate dhe të jap zgjidhje problemit që ka, në një farë mënyrë të na shkaloj ato rëndesën që jep ligji situatës të personit në mënyrë individuale. Por në fund fare nuk japim zgjidhje atyre problemeve sistematike që ekzistojnë, sepse ai nuk është roli i avokatit. Po vjen një moment që, siç thash, mas 15-16 vjet si avokat, ku kupton që shumica e problemeve me të cilat ballafaqohen bashkëdhetarët tanë në këtë komunitet. Dhe për te bashkëdhetarëve tanë, për te shqiptarëve, komuniteti jonë i gjerë në përgjithësi, komuniteti i kësaj zone ku jetojmë ne, problemet janë sistematike. Dhe nëse duam që të ndihmojmë komunitetin tonë, duhet të japim zgjidhje problemeve sistematike që ekzistojnë. Edhe shembulli më banal që mund të jap unë lidhje me në këtë aspekt është shembulli që më vjen nga natyra e profesionit tim, nga natyra e punës time. Unë, siç e dini ju, unë punoj edhe kam zyrën time si avokat, po në bazë kontratave që kam, unë punoj edhe si prokuror për zonën tonë këtu. Dhe në një gjë që vëre për shembull kur shikojmë, kemi ca rrugë ku njerëzit marrin gjoba. Edhe nëse më vjen Gjovalini një ditë dhe më tregon një gjob, ke parasysh ai është them, okay, Gjovalini pas ke këmbën e rënd. Edhe ecë më shpejt nga ç'duhet. Okej, do ta rregullojmë me këto që të heqim pikët e tash. Po pastaj nëse pas Gjovalini vjen Eduardi, vjen Tedi, vjen Meti, me radhë. Gjithë kanë njëta rrugë, gjithë kanë një problem. Edhe detyrimisht duhet shikojmë që mbase problemi nuk është që çdo individ e ka këmbën e rëndë, çdo individ po kryen një gabim, po bën një gabim. Po mbase struktura është ndërtuar e tillë, ajo rruga për cilën po flasim, është ndërtuar në mënyrë të tillë që nuk i jep njerëzve oportunitetin që ndjekin rregullin. Përkundërzi është ndërtuar në mënyrë të tillë, në mënyrë sistematike, që të forcojë njerëzit që të ecin më shpejt nga mbase ai limiti i shpejtësisë është më i ulët nga ç'duhet, edhe nuk lejon njerëzit që të ndjekin rregullin. Këto janë ato probleme sistematike dhe siç thash, ky është një shembull banal, por i vërtet që funksionon. Dhe këtë shembull, në një farë mënyrë, dhe këtë analizë mund të aplikosh pak a shumë në gjithë gamën e gjerë të problemeve që neve si komunitet jemi të detyruar të ballafaqohemi. Kjo është dëshirë në fund fare, në elementin më bazë, kjo është edhe dëshira dhe synimi im për të arritur lidhje me shërbimin e komunitetit. Nëse do të jemi sinqert në vetë, themi që duam të shërbejmë të komunitetit, ne duhet të japim zgjidhje e problemeve të komunitetit. Zgjidhja e problemeve të komunitetit nuk është thjesht ndihmosh një individ apo dy, po të ndihmosh komunitetin në bazë. Unë një ditë u zgjova, po zgjatën, si pjesë e përgjigjes të pyetjes tuaj është u zgjova një ditë mëngjes dhe po lexoj gazetë në telefon, Detroit Free Press, dhe personi që ka këtë pozicion sot, senatori që shërben sot, ishte i përmendur në gazetë, në artikull në gazetë. Artikulli thoshte që ai ishte një nga 4 senatorët e shtetit tonë, se po flasim për senatin e shtetit, një nga 4 senatorët që kishe marrë kontributet më të mëdha nga grupet e lobimeve në shtetin e Michiganit. Edhe unë kur e pash me thënë drejtë, më shokova dhe mendova si avokat, si person që është në biznes, dhe thash, ti duhet të kenë $1,000,000.
edhe kanë blerë me miliona dollar, prandaj është një nga 4 nga ata që kanë marrë më shumë fonde. Dhe pastaj fillua të vazhdoi të lexoj artikullin deri në fund, edhe kur lexoj pak më tutje thoshte edhe ky person ka marrë gjatë 4 viteve të mëparshme, kishte marrë $38,000. E pastaj u shokova pak e s'dija si të mendoja për atë punë, po çfarë kuptova është që ky individ specifikisht grupet e lobit që janë edhe në këtë rast ishin ato të siguracioneve të makinave. Okay, sepse ky vetë shet siguracione makinash e kanë blerë për një sanduiç. Ke parasysh se $38,000 në 4 vjet është e kanë blerë për më pak se $10,000 në vit. Që të bëj si thua në një mënyrë atë program, ndjeki programin dhe praktikat e tyre, dhe të jetë në shërbim të atyre grupeve dhe jo në shërbim të komunitetit tonë. Prandaj dhe shteti jon dhe ju jam i sigurt që e dini, shteti jon kur vjen në lidhje me ligjin e siguracionit të makinave, është një nga ligjet më të pavlera në gjithë Amerikën. Edhe këto së bashku këto në një farë mënyrë kryojnë një farë konspirate në mendjen time që thosha që arrita në atë konkluzionin final që thosha, jo, nëse duam të shërbejmë komunitetin tonë, duhet të shërbejmë komunitetet gjerë, dhe të zgjidhim në mënyrë legjislative problemet tona. Pra, ju e cekët bukur atje që koha për gjërat duhet ndryshuar. Absolutisht. Se janë nevojshme për ndryshime, pra nevoja për ndryshime ekziston dhe këto ndryshime i bëjnë ata të cilët me guxim i evidentojnë këto probleme të cilat kërkojnë të ndryshohen dhe që kanë vizion për të ndryshuar, që janë një hap para të tjerëve. Faleminderit. Edhe në një farë mënyrë ju keni absolutisht drejtë, edhe në një farë mënyrë praktika dhe qenit avokat të ballafaqon me këto lloj problemesh të komunitetit në mënyrë mbase më të gjerë se sa me role tjera që kemi neve në jetë që janë më specifike. Si avokat unë dashur pa dashur gjatë këtyre 15-16 viteve që jam shërbyer si avokat për komunitetin tonë, jam ballafaquar problemet e komunitetit sepse kanë ardhur shqiptarët tanë në zyrë dhe kanë thënë kam këtë hall. Edhe jam detyruar të ballafaqohem me atë hall, çfarëdo që të jetë ai. Nuk kam pasur mundësinë zgjedh ndonjëherë që të them, okay, sot do merrem me këtë, nesër do merrem me këtë të tjetrën. Në farë mënyrë po merrem me problemet e komunitetit. Dhe këto janë gjërat që e ballafaqojnë komunitetin tonë. Prandaj është e rëndësishme që komuniteti jonë të ketë përfaqësuesët e tyre. Kur isha në Senat, që punoja për senatorin Carl Levin, një nga gjërat që më ka bërë përshtypje më shumë gjatë kohës që isha atje, nuk ishte të bënte fare me ligjin apo me seancat apo me asnjë gjë që u ndodhte në Senatin Amerikan. Ishte që fakti që ngjitur me selinë e senatorit të shtetit tonë, që ishte Carl Levin atë kohë, për cilin punoja unë, ishte zyra i senatorit që ishte nga Ohio, edhe ai ishte me origjinë serbe. Normalisht i lindur në Amerikë, po me origjinë serbe. Dhe mua bënte gjithmonë përshtypje se si delegacionet serbe në atë zyrë ishin pak a shumë konstante. Më bënte kuptim dhe ne na bën kuptim. Dhe unë isha me thënë, edhe pse nuk e kam personalitet që t'jem xheloz për asnjë gjë. Me thënë drejtëm, hante xhelozia nga brenda, thjesht për faktin që ata kishin një përfaqësuesin e tyre në një instancë të tillë shtetërore, që ndihmonte komunitetin e tyre dhe komuniteti i tyre kishte aftësinë që thjesht shkonte tynte dilte me dyert të hapura. Ashtu si kundër komuniteti jon, qoftë me mua, qoftë me çdo shqiptar tjetër që shkon e kandidon për çfarëdo lloj pozicioni, do ketë normalisht dyert e hapura. Dhe këto janë gjërat që na bëjnë edhe neve. Po, ju, zoti Renis, themi dhe për teleshikuesit, ju kandidoni për Partinë Demokratike. Atëre, kur startoi ky prononcimi dhe pjesëmarrja juaj ose kur fillon starti politik i juaj? Kur ka filluar? Unë normalisht si shumë shqiptar, unë u bëra demokrat kur Bill Clinton filloi të hidhte bomba gjatë luftës Kosovës. Edhe ndryshe mbasi nga shumë shqiptarë të tjerë i kanë bërë të korrekt po asaj linje politike, normalisht edhe për shumë arsye. Unë këtë punën që kam bërë me senatorin Carl Levin e kam bërë atëherë ka qenë viti 2006. Kështu që normalisht nga viti 2006 e tutje kam qenë i angazhuar në lojën politike që ndodh në komunitetin tonë. Në shumicën e kohës normalisht detyra ime dhe roli im ka qenë më shumë i drejtuar. I angazhuar natyrisht çdo qytetar është i angazhuar politikisht, por i angazhuar si i antarësuar në parti dhe në forumet e partisë. Absolutisht. I antarësuar ashtu dhe mbasi antarësimet që kemi neve këtu janë pak më të zbehta se antarësimet që kemi nga vim. Por gjithsesi kemi antarësime, unë jam në qytetin e Detroit, jam në krye të Partisë Demokratike për qytetin të klubit që kemi në qytetin, dhe normalisht kam qenë gjithmonë i angazhuar. Por në rolet e mia
kanë qenë më shumë të prioritarizuar, kanë pasur prioritet më shumë se sa garat politike, kanë pasur garat gjyqësore, sepse nga natyra e profesionit kam qenë gjithmonë më në lidhje me zgjedhjet elektorale. Ne zgjedhim gjykatësit tanë këtu në shtetin tonë, edhe kam qenë më i angazhuar në atë drejtim në shumicën e kohës, por sidomos duke filluar në 10 vjeçarin e fundit, kam qenë angazhimi plot në aspektet politike. Pra, me këtë përvojë edhe në politikë, pra, domethënë tani mendoni pse jeni duke krijuar një përvojë dhe politike brenda antarësimit të një partie, mendoni se tani jeni i përgatitur për ta marrë përsipër këtë rol i cili është me mjaft vlera, pa diskutim. Absolutisht. Sa për vlerat e rolit për komunitetin ton janë të vyra. Ajo është shteti jon e ka të ndarë, ashtu sikur se shteti federal e ka të ndarë legjislaturën e vet në 2 dhoma, dhomën e përfaqësuesve që janë 110 antar, edhe dhomën e senatit që janë 30 antar. Është interesante edhe që ti përgjigjem pyetjes suaj në mënyrë të plot, është interesante kur shikon zyrën e senatit ton në lidhje me antarësimin dhe me ata njerëzit që janë të angazhuar, që janë senatorë në këtë moment. Siç përmendëm përpara, senatori që ka atë rol sot është siguracioni i makinash. Prandaj edhe lobi i siguracionit të makinave e blen për një sanduiç. Nga 37 tjerët kemi vetëm një avokate, është një femër që s'ka praktikuar ndonjëherë, por është avokate. Dhe pastaj gjithë tjerët vinë nga çdo rrjedhoj tjetër e jetës. Ka 4 fermera. Që thjesht shkojnë edhe nuk e di, merren nuk e di me çfarë merren. Merren me lop duket. Dhe lloj tjerësh. Edhe arsye pse përmend atë është sepse ndan kjo është, siç thamë se zgjuan edhe ke e insertim përpara, ajo që legjislaturë vjen nga latinishtja. Legji që është ligji dhe pastaj letur që është që të kalosh. Është vendi ku duhet të kalojmë ligje. Dhe një vend që kalon ligje, që të ketë ka 38 antar të mundshëm, të ketë vetëm një avokat, është përtej çdo norme kam përshtypjen. Tani, unë jam i pari, duke i njohur avokatët mirë. Jam i pari që do sugjeroja që mbase edhe shumë avokat nuk është mirë të kesh një dhomë tillë. Por më shumë se një avokat është i nevojshëm. Prandaj dhe sepse eksperienca e avokatëve në lidhje me aspektet legjislative të një entiteti si puna e grupit legjislaturës së një shteti është mos e nevojshme. Dhe unë ditë them nga eksperienca ime personale që natyra e ligjeve që neve marrim mbrapa nga legjislatura jonë prej këtyre senatorëve është skandaloze. Dhe do të jap një shembull ose një konsiderat. Konsiderata këtu është kjo, që në senatin ton kemi një ndër gjithë ato grupimet e ndryshme që ka në gjithë komitetet e ndryshme që ka bërë brenda senatit, ka një entitet që është komiteti në lidhje me që mbikëqyr gjykatësit e shtetit Michiganit. Tani kemi një grup me senatorë që janë 8 nga ata që shërbejnë në këtë komitet, ku vetëm njëri prej tyre është avokat. 7 tjerët nuk janë avokat dhe mbikëqyrin gjykatësit. Në një farë mënyrë çfarë bëjnë është mbikëqyrin drejtsinë dhe kualitetin e drejtësisë që kemi në këtë vend. A mendojmë ne kush mund mendoj që ajo çfarë nxjerrim, ai produkti që nxjerrim nga ai komitet është produkt me vlerë. Është e nevojshme që të kemi profesionista në këtë fushë. Është e nevojshme që të kemi profesionista në legjislaturë. Çdo profesion ka profesionistët e vetë dhe profesionistët e legjislaturës janë avokatët. Po, përgjithsisht, kjo një problem që ju e trajtoni me shumë kompetencë dhe shumë i drejtë, që në fundit legislativi duhen njerëz profesionistë, sepse nga legislativi burojnë tëra ligje që administrojnë dhe rregullojnë tërë institucionet tjera shtetërore. Absolutisht. Dhe kështu që prania e avokatëve, e juristëve në parlament janë dhe përgjithsisht profesionet politikës. Absolutisht. Në fundit, politikën duhet ta bëj ai që ka dhe kualifikimin dhe shkollimin në lidhje me këtë profesion. Dhe është në vërejtje me shumë dhenë, jo vetëm
për këtu ku ju kandidoni, por është në gjerë për gjithkund. Sidomos për Shqipëri shumë imediate. Absolutisht. Ka një farë, shiko, gjithmonë jam i opinionit, prandaj edhe përmenda më parë. Jam i opinionit që ka nevojë për një farë balance në çdo entitet tillë, çdo entitet legjislativ. Me fjalë tjera, a është nevojshëm të kemi doktor? Absolutisht është nevojshëm të kemi doktor. Patjetër. A është nevojshëm të kemi gazetar? Absolutisht, sepse duhet një inxhinier, duhet të ketë një farë perspektive. Por gjithsesi duhet të kenë edhe nivelet e personalitet dhe si më thanë dhe mënyrë qasjet ndaj problemeve. Kanë dhe vizion, se për shembull në Shqipëri kemi deputet që kanë marrë postanin e kanë dalë këpo dihumi i foltores së parlamentit. Ne jemi vend interesant. Është veni çuditëra. Po. Gjithsesi unë e thash dhe në fillim, e vazhdoj ta them, është kënaqësi edhe kur kemi në bisedë të tillë bashkëdhetar të këtij niveli, të cilët na bëjnë krenar kudo që shkojnë dhe prezantohen. Dhe shpresoj që Arenisi duhet të jetë patjetër atje ku po rrugton. Faleminderit. Ju keni shërbyer kryesisht në sektorin e rëndësishëm, siç e tham, të drejtësisë për shumë kohë. Natyrisht, duke qenë në këtë sektor dhe në rolin, në pozicionin e avokatit dhe të prokurorit, si shtatë që keni bërë shpesh herë, jeni ndesh edhe keni, si thush, vetë profesioni ju ka përballur me problematika, me halle, me shqetësime të njerëzve, pavarësisht se njerëzit janë gabojnë, janë fajtor, por gjithsesi kanë dhe një hall që kanë shkuar ndoshta deri atje. Absolutisht. Kjo përvojë natyrisht është brillante për ju, besoj, dhe për gjithë ata që janë si ju, që kandidojnë në këtë fushë, sepse të lidh me shumë gjëra të cilat të mëson pastaj se si do japish zgjidhje, dhe njëkohësisht ke edhe informacion në lidhje me mënyrën se si ti do ta ndërtoni punën tuaj nëse ju do të zgjidheni senator. Pra, pyetja është cilat janë prioritetet tuaja në lidhje duke u bazuar mbi bazën e njohjes, eksperiencës që keni krijuar në vendet ku keni punuar, pra cilat janë prioritetet, pra çfarë keni akumuluar ju nga këto komunikime gjatë ushtrimit të profesionit tuaj për t'i pasur si prioritete në jetën tuaj politike, në karrierën tuaj politike. Patjetër, faleminderit. Ajo është pyetje shumë e vënd, edhe aqsa është pyetje specifike, aq është edhe pyetje e gjerë. Pa diskutim. Edhe unë normalisht mund të përmbledhesh se natyrisht në një bisedë nuk mund të flasën tërë ditën e tërë natën, ato që janë më të ndjeshme. Mund të flas tërë ditën e tërë natën, nuk lodhem fare për këtë punë, përkundrazi. Po thjesht për asaj ekziston një aspekt që është komplet nuk është kundra intuitës, por që është me shumë vlerë me shtetin tonë që neve na mungon sot. Edhe lidhet me absolutisht çdo aspekt tjetër të sistemit të shtetit që kemi. Edhe është kjo. Si prokuror, si avokat që merret me gjithë këto, pjesa e praktikës time është që të merrem me qytetet edhe përqarknesh. Në një farë mënyrë kur vinë klientët tanë në zyrën time, apo kur punoj si prokuror, merrem me halle specifike që janë në lidhje me që trajtojnë nga qytetet, nga gjykatët e qytetit, nga entitetet e ndryshme të qyteteve ku jetojmë. Çdo qytet është i detyruar që nëse një qytetar bën një kërkesë për informacion ke qyteti, në lidhje me çfarëdo lloj aspekti të vendimmarrjes së qytetit, financiare, çfarëdo që të jetë, çdo aspekt të punës që qytetet tona ata për qark. Qyteti është i detyruar që brenda 5 ditësh të japë këtë informacion brapa. Në nivelin shtetëror, kur jemi në shtetin e Michiganit, Senati, dhoma e përfaqësuesve, dhoma e guvernatorës tonë, më the tash. Kjo drejt i mungon qytetarëve të shtetit tonë. Në një farë mënyrë kjo është diçka relativisht e vogël. Rregullohet kollaj. Edhe si problem nuk është problemi madhor kur shikon në aspektin e parë të situatës, kur shikon. Por pastaj kur fillon të mendon është e vetmja mënyrë se si mund të kesh qeverisje me vlerë dhe qeverisje të hapur dhe të pastër është po të kesh aftësinë që të tregosh gjërat që bën,
tregosh çfarë ndodh mbrapa skenave. Në qoftë se neve si shtet kemi një rregull që thotë që neve nuk I tregojmë qytetarëve tanë çfarë bëjmë. Kjo do thotë mua, çfarë më tregon mua si Renis, është që ne nuk kemi krenar për veprimet që po bëjmë si shtet. Angazhimi që po bëjmë edhe puna që po bëjmë si shtet, si qeverisje, si senator, si guvernator, si përfaqësues të çfarë lloji rangu, si punëtor I çdo entiteti shtetor. Në qoftë se ti nuk tregon punën tënde, atëherë sepse ke diçka që të mqefësh. Edhe kur nuk ke diçka që për të mshehur, duket negative. Qeverisja e hapur do na bëjë që të gjithëve që të jemi të reagojmë në mënyrë më pozitive ndaj qytetarëve tanë. Komuniteti jon ka nevojë për atë. Komuniteti jon jo vetëm thjesht komuniteti shqiptar, por komuniteti I gjerë ka nevojë për atë, sepse ajo do bëjë që qeverisja të jetë më të reflektojë vlerat e komunitetit, të reflektojë nevojat e komunitetit. Kështu që për mendimin tim, një nga gjërat e para që duhen bërë, që duhet ishte bërë para shumë kohësh, edhe po janë munduar edhe të dyja palët, edhe nga partia tjetër, edhe nga partia ime, në një farë mënyrë kanë reaguar në mënyrë negative në lidhje me këtë aspekt. Edhe ajo është diçka krejtësisht negative. Për mendimin tim, në qoftë se jemi krenar për punën që bëjmë për komunitetin, duhet jemi krenarë ta tregojmë atë punë gjatë gjithë kohës. Pastaj, nga kjo rrjedhon gjithçka tjetër. Ne jetojmë në këtë zonë. Ky Senate District 9, ky distrikti ku po kandidoj unë, ka një seri me qytete brenda. Troy, Rochester Hills, Sterling Heights, Oakland Township, Utica, Shelby Township as well. Ky komunitet këtu, edhe ju mbase ju do më thoni që jeni dakord me këtë. Kur kemi ardhur fillim fare unë e ti bashk, e gjithë shqiptarët e këtij komuniteti, edhe kemi bërë ato punët e para që ishin nga $5, 15 cent për nora, nuk e di çfarë paga skandaloze kishim. Edhe mblidheshin mbas një jave punë, mblidheshin $100. Kur e merrim atë $100, edhe shkonin të bënim pazar, mbushnim atë plot me mall. Okay. Është e vërtet. Është. Edhe kjo nuk është se ishte para 100 vjetësh, se neve nga 20 dhe nga 30 vjet kemi këtu, kjo përsëri maksimale. Sot, po të marrësh atë $100, ti vë dy kryq Sodomush aty. Okay. Kjo është skandaloze ta mendosh. Kjo tregon edhe ky është po t'jap një aspekt më banal, sepse kur mendon për shembull që të blesh një shtëpi sot për një çift të ri, për kalamajt tan. Sot është vështirësuar shumë për ballimin e jetesës ka ana qytetarëve. Çdo aspekt mundshëm shtrëngësia është e paimagjinueshme. Një shtet që nuk I jep zgjidhje këtyre problemeve, nuk ka arsye pse të ekzistojë. Në fund fare, unë besoj që roli I shtetit është përmirësoj jetën e qytetarëve të tij. Absolutisht. Ai është I vetmi rol. Në qoftë se shteti e bën atë, duhet përgëzuar. Në qoftë se shteti nuk është I aftë ta bëjë atë, atëherë ata që po e mbajnë shtetin peng duhet hapin krahun, edhe të vinë ata të tjerë që kanë idenë lidhje të zgjidhjen me këto probleme. Në këtë version të shtetit që kemi sot, në këtë legjislaturë që kemi neve sot, me këto përfaqësues që kemi sot, unë jam me opinionin që neve nuk do jap, jo vetëm detyrimisht nuk kemi dhënë zgjidhje këtyre problemeve, por me të njëjtin njerëz edhe në të ardhmen nuk do japim zgjidhje këtyre problemeve, përkundrazi. Kështu që nuk them që duhet I hedhim gjithë poshtë, por duhet të hedhim një numër të mirë për këtyre poshtë, në mënyrë që të japin zgjidhje problemeve të komunitetit, sepse dashur pa dashur kanë treguar me punën e tyre, që është pak a shumë mos ekzistuese, që nuk kanë aftësi të japin zgjidhje këtyre problemeve. Prandaj edhe nuk na mbushet ajo koshi, nuk na mbushet me atë $100, ashtu siç na mbushet edhe një herë më parë. Po të kishim dhënë drejtim këtyre problemeve të komunitetit, po të kishim investuar ke komuniteti jon, të kishim investuar ke ato lloj punësh që në një farë mënyrë gjetëm kur erdhëm këtu në fillim fare, që ishin puna në fabrika, që mbanin një familje të tërë, pa pasur nevojë që strapacoheshin njerëzit, që të shkruheshin për të punuar burr, grua, kalamaj më thetash për të mbushur një kosh për të mbushur shportin me ushqim. Ato punë nuk ekzistojnë më. Dhe asnjë nuk është bërë drejt atyre punëve për këtë komunitet. Prindërit e mi, unë e prindërit e mi, ju e shumë tjerë jetojmë në Sterling Heights. Jetojnë një zonë ku është e njëjta, ajo zonë nuk ka ndryshuar. Në 15 Mall ku jetojnë prindërit e mi, është I njëjti vend, janë të njëjtit komshi. S'ka ndryshuar fare, gjithçka është një lloj. E vetmja gjë që ka ndryshuar është që shikon me kalimin e viteve shtëpitë që nuk mirëmbahen më ashtu siç ishin më parë. Por nuk është se njerëzit nuk duan të mirëmbajnë shtëpitë. Është thjesht sepse aftësia për të paguar, për të ndërtuar gjërave në kohë, për të bërë përmirësime ashtu si duhet, nuk ekziston më dhe nuk I vetë dot fajin njerëz për atë punë. Po unë do të ndërhyja këtu për të avancuar këtë diskutim se është me interes, unë mendoj se dyja partitë
Gjithsesi në programin e tyre dhe në përkushtimin e tyre kanë që të shërbejnë sa më mirë publikut, qytetarëve, apo jo. Absolutisht. Dhe por qasja ndaj problemeve të qytetarëve, natyrisht si duket është e ndryshme dhe çalon nga të dyja palët, mendoj unë, sepse varet nga mënyra e nga personat që janë të zgjedhur për të njohur me hallet e njerëzve, tek vizioni i tyre, sa ata janë të zotë dhe sa janë të guximshëm për të ngritur këto probleme dhe sa serioz janë në trajtimin e këtyre problemeve e veçanërisht në prezantimin e tyre në institucionet të cilat kanë mundësinë e zgjidhjes, apo jo? Absolutisht, zoti keni absolutisht drejt. Edhe unë do thosha që keni ashtë drejt sa që do thosha këtë që vjen, që në fund fare neve duhet zgjedhim individin. Me këto partit lajthajbish këto janë që janë edhe as nuk përmirësohen, as nuk ndrohen. Edhe është fatkeqësi për neve. Prandaj duhet të fokusohemi ke individet. Si parti me si parti tjetër të kishin oportunitetin që zgjidhin dikë përveç se dikujt si puna ime apo dikujt një kandidati tjetër shqiptar, do zgjidhin atë tjetrin. Është thjesht nga natyra si është ndërtuar burokracia brenda këtyre partive, që krijojnë të njëjtit në farë jo krijojnë, po krijojnë dhe prodhojnë të njëjtit individ që pastaj ja shesin komunitetit tonë dhe thonë që po, ky është personi i duhur. Edhe janë njëse ato fosilet që thjesht nuk ndryshojnë asnjëherë. Ke parasysh? Dhe japin të njëjta rezultate, prandaj dhe neve po nuk presim gjë tjetër prej tyre. Pra më falni ndry, a vim te kjo që thoni ju atëre, pra nga se po vuan realisht politika amerikane aktuale. Shtrohet si eminencë e domosdoshme ndryshimi i elitave ka një farë plagje në politikën amerikane? Absolutisht. Edhe unë shembulli më i mirë që dit jap është vjen po nga ky shtet në lidhje me atë, sepse përgjigjja e thjeshtë është po. Shembulli është ky, edhe mbasi ju i kujtohet, para shumë kohësh ky shtet votoi që të vinte limite në termat e senatorëve dhe atyre përfaqësuesve në dhomën e përfaqësuesve në shtetin tonë. Dhe i vuri limit që ishte limit pak a shumë në vijat gjëra ishte 12 vjet mund të shërbesh mes të dyja dhomave, në një mënyrë ose tjetër. Unë me siguri edhe ju edhe shumë tjerë për komunitetin tonë votuan për atë. Unë votova me shumë kënaqësi sepse me atë ide, me idenë që në një farë mënyrë po heqim nëse peshku fillon e qelbet mas i farkohet, duhet me hedh, duhet me pastru. Edhe nëse japi një limit 12 vjeçar këtu në shtetin tonë shërbimit të një senatori apo të shërbimit të dikujt në dhomën e përfaqësuesve, minimalisht do kemi një gjaktër, një frymë të re që na vjen një herë në 12 vjet, ke parasysh, dashur pa dashur. Çfarë ndodhi? Ndodhi diçka në një mënyrë e paimagjinueshme, që dëshira jon u plotësua. Dëshira e tyre që spuna ime që votuan për këtë limit 12 vjeçar u plotësua. Edhe në një farë mënyrë, dashur pa dashur, neve një 12 vjet kemi njerëz të rinj, mirë keq kemi njerëz të rinj. Dhe ajo ka aspektet e veta pozitive. Nga ana tjetër, pushteti i vërtet dhe aftësia për të vënë gjërat në lëvizje u anashkalua. Hiku nga dora e tyre që janë të zgjedhur politikisht nga komunitete si komuniteti janë dhe ka lëvizur tani në grupet e lobimit edhe atyre që janë stafi permanent i këtyre institucioneve që janë të paszgjedhur nga komuniteti. Dhe ata aktivistët që shkojnë edhe stafi teknik. Dhe në një farë mënyrë çfarë ndodhi, kështu senatorë dhe përfaqësuesit tanë atje, së mos duke pasur parasysh që u bë po flasin për pagesa relativisht në qesharake që paguajnë këta individ për atje, nuk janë sepse është teknikisht është part-time, punon në mënyrë përkohshme, nuk është se punon gjatë ditës kohës. Duke pasur parasysh dhe atë aspekt, njerëzit që po shojmë atje janë njerëz që thjesht shkojnë të bëjnë një xhiro për një 4 vjet dhe pastaj të ikin mbrapa. Nuk janë të interesuar ose nuk kanë diapazonin, nuk kanë prioritetin, nuk kanë eksperiencën në mënyrë që të ndikojnë aspektet politike të drejtimit të vendit, të këtij shteti në mënyrë pozitive. Ajo i mbetet në duart atyre që nuk janë zgjedhur politikisht, stafi teknik edhe grupit lobimit. Prandaj rezultatet që shohim këtë shtet janë lënë shumë për dëshiruar. Po, le të kthehemi tek konkretja, tek prioritetet, jo se këto që diskutuam ishin paven, ishin me shumë vlerë, por konkretisht
sikundër edhe cilësuat pak që problematik që ndeshen me interesat e qytetarëve janë siguracioni shëndetësor. Absolutisht. Cili është, si më thanë, probleme që keni konstatuar dhe cili është ajo vizioni juaj për të përmirësuar në cilat drejtime dhe si mund të përmirësohet këto shërbime për të ardhur sa më shumë në ndihmë qytetarëve, të cilët ndoshta janë të pamundur për ta përballuar çmimin e këtij shërbimi. Absolutisht. Unë besoj, faleminderit, dhe është pyetje shumë e vlerë për gjithë komunitetin dhe sepse na prek të gjithëve. Në këtë për opinionin tim modest, mjekësia është e drejtë bazike njerëzore dhe aftësia që të kemi shërbime mjekësore të hapura të lira për gjithë është e drejtë njerëzore. Sistemi që kemi krijuar është antiteza e atij besimi. Me fjalë tjera, sistemi që kemi neve sot është i jep prioritet në një farë mënyrë tregut privat, në mënyrë që kompanitë e siguracionit bëjnë sa më shumë parë të mundur. Me fjalë tjera, kemi vënë mes doktorëve në njërin anë, edhe gjithë qytetarëve, pacientëve nga ana tjetër, kemi vënë një grup në mes që thjesht vjel parët e pacientëve, mban sa më shumë qytetet e mundur dhe paguan sa më pak qytetet e mundur. Edhe akoma s'kam pasur një individ që të ketë mundësi të ma shpjegoj pse kemi bërë këtë, pse kemi arritur këtë konkluzion, pse kemi menduar që kjo është zgjidhja e duhur për neve. Tani, një herë një kohë, kur ka filluar procesi i vënies e kompanive të siguracionit, kompanitë e siguracionit kanë qenë jo fitimprurse, nuk kanë qenë kompani private, ka qenë jo fitimprurse. Diku në një moment caktuar atë e hoqëm, e zhvatëm atë si koncept, edhe tham që po, këto duhet bëjnë parë sa më shumë qytetet e mundur. Po nga po i bëjnë këto parë? Ta them për shembullin tim personal, mamaja ime ka pasur kancer, edhe e mbaj mend eksperiencën e saj personale në lidhje me këtë aspekt. Edhe eksperjenca thonë që ishte miq po merreshe normalisht me një traumë të tillë dhe me gjithë frikën me çdo aspekt mundshëm që të sjell kur thot një doktor që ke kancer, por të merresh edhe me faktin që bëri si Google brenda një sistemi ku të sa nganjëra nga ana tjetër duke munduar zhvatën në sa më shumë nga siguracioni jot, nga aftësia jote për të paguar qytetet e mundur. Kjo është sot më të sa tjetër do ketë njëri mundësi të ma shpjegoj pse kjo funksionon, sepse nuk funksionon. Dhe çfarë është nevojshme për mua? Nëse ky komunitet më zgjedh mua. Dhe shkoj unë atje. Shëndetësia është komercializuar shumë. Absolutisht, në mënyrë më shumë shkon në drejtimin e komercializimit se sa në shërbim të qytetarit, të shëndetit qytetarëve. Edhe një farë mënyrë një nga kundërshtimet e mia bazë në lidhje me oponentin tim është pikërisht ajo, që ai po e trajton çdo aspekt të jetesës tonë si individ, si antar të këtij komuniteti në një transakcion komercial ku mundohet që për miqtë e tij të marrë sa më shumë dollar që ti dhe mundur dhe të japi sa më pak shërbime që ti dhe mundur. Kur në fakt ne nuk jetojmë këtu thjesht në këto qytete që jetojmë, në këtë komunitet ku jetojmë, nuk jetojmë këtu thjesht për të punuar gjatë ditës e për të pjetur gjatë natës. Kjo është jeta, ke parasysh këtu jetojmë me familjet tona, me dashurit tanë, ke parasysh jeta është shumë e komplikuar se sa thjesht punë edhe gjumë. Po, duke qenë në këtë pikë, vazhdojmë, një nga thush dëshirat, kërkesat ose impenjimet, angazhimet e qytetarëve për fëmijët e tyre është shkollimi i tyre. Absolutisht. Dhe është një sakrificë jo e vogël që bëjnë familjet për të u dhënë mundësinë fëmijëve të shkollohen dhe të bëhen dikush në jetë. Ka problematika dhe çfarë duhet ndryshuar në këtë plan dhe sa është mundësia për të ndryshuar? Mundësia për ndryshuar është marrë nga fundi në fillim. Mundësia për ndryshuar është totale. E kemi në dorë vetë. Sistemet që krijojmë për qeverisur vetveten janë sisteme që kemi krijuar vetë. S'kemi më as mbret as perandor. Këto janë sisteme demokratike. Këto janë zgjedhjet tona. Në qoftë të dërgojmë, në rastin tonë në Lansing, qoftë të dërgojmë individ që janë të paaftë për t'i bërë ato, nuk do të dërgojmë ata individ, do të dërgojmë njerëz tjerë, do të hapin rrugën. Shkollimi në çdo aspekt mundshëm ka probleme në shtetin tonë. Shkollimi nga fillorja deri në shkollat mesme
është sistemi që kemi krijuar aty është një sistem që varet nga sa shumë lozim bingo kur jemi në gas station, sepse që atje dalin pagesat, ke parasysh. Unë kam përshtypjen që edhe prandaj në farë mënyrë shkollat kanë dallime totale nga njëra nga tjetra, sepse dhe investimi që bëjmë nga shkolla në shkollë dhe nga distrikt në distrikt është shumë ndryshe. Për opinionin tim modest, për opinionin tim modest, investimi në edukimin e fëmijëve tanë, unë kam 2 vajza që janë 9 vjeç. Edukimin në fëmijët tanë, ajo është investim jo thjesht ke fëmijët, ajo është investimi ke të ardhmen, ajo është investimi ke punët e të ardhmes. Nëse jemi serioz që ndihmojmë komunitetin tonë për të ardhmen, duhet të investojmë ke shkollat. Është kaq e thjeshtë. Në nivelin e mësipërm pastaj, përtej në nivelin e universitetit edhe më tutje, kemi shumë probleme dhe atje. Universitetet tona janë shumë të mira, normalisht. Dhe unë jam dikush që ka përfituar nga universitetet mrekullueshme. Edhe kam pasur dhe sigurisht karrierën dhe jetën që gëzoj sot, e gëzoj prej këtyre universiteteve. Por ditë them që kemi shumë probleme aty gjithashtu. Unë kam vajtur në fillim fare, kam filluar karrierën time në community college. Pastaj në vitin e parë kam bërë community college. Shumë vende dhe shumë komunitete të community college e kanë falas për atë njerëz, sepse në farë mënyrë dashur pa dashur, ashtu sigurisht në rasti jonë si emigrant, njerëzit që shkojnë në community college edhe që kanë aftësinë që ta bëjnë që shkojnë në community college, janë ata që kanë nevojë më shumë për ndihmë. Dhe ne kemi nevojë të ndihmojmë aty. Po se është shumë signifikative dhe shumë e nevojshme që shteti të jap mundësi shkollimit të qytetarëve të tij, sepse ata janë do t'i shërbejnë po shtetit, pra ato njohuri, ato dituri, pra në këtë pikë ju theksuat me drejt që duhen parë kostot e shkollimit, janë shumë të rënda për një familje të zakonshme. Shumë të rënda janë pamundura. Realisht është një nga realitetet e karrierave tona të atyre prej nesh që kemi vetëm shkollë këtu në këtë vend, është që momentin që dolim nga shkolla, po ta fillonim shkollën nga fillimi, do kishim aftësi ta paguanim më. Sepse çmimet rriten ditë për ditë, asnjë gjë s'ndryshon, pagat e mësuesve nuk po i rrisin. Un kam djalin tim që ka marrë për mjekësinë dhe natyrisht ne me të ardhurat tona si familje se përballonim, ka marrë kredi dhe akoma sot e kësaj dite vazhdon të paguaj. Absolutisht, dhe mos harrojmë që ato kredit shteti, në këtë rast shteti federal i trajton si thjesht një tjetër aftësi për të bërë parë ke ato, edhe penalizon studentët ata që kanë dedikuar kohën më të vyrë të jetës tyre për të bërë një shkollim, penalizon thotë që do marr 7% interes në lidhje me çdo dollar që ti ke marrë borxh, që është absurde ta mendosh që shteti në një farë mënyrë të përfitojë ekonomikisht nga ata individë që duan të shkollohen dhe të shërbejnë pati shtetit, siç ta thotë. Unë mendoj se shteti duhet përfitoj nga këta të shkolluar me shërbimin që ata bëjnë ndaj shtetit, ndaj qytetarëve, ndaj vendit, është përfitimi i madh apo jo? Absolutisht. Edhe prandaj si sa në fillim që shoqëria duhet të investojë në lidhje me shkollimin, sepse një shoqëri që nuk shkollon breznit është e destinuar të dështojë apo jo? Absolutisht. Është e pavitueshme. Çado që është si puna se shpresë, sado i madh që të jetë kosto e një librerie, nuk është asnjë gjë në krahasim me koston e një vendi ignorant. Neve është nevojshme që të investojmë ke ardhmja jonë. Dhe vetëm mënyrë si mund të investojmë ke ardhmja jonë është jo të kryejmë punë thjesht në terr, po të investojmë ke dijet e gjeneratave që vijojnë. Kjo është primare. Absolutisht. Duke qenë nisë nga profesioni juaj, natyrisht si në çdo fushë edhe në këtë sektor, pra në sektorin e sigurisë publike, natyrisht ka probleme dhe ndoshta edhe aty ka gjëra për të ndryshuar, për të përmirësuar, e cili është qasja juaj, mendimi juaj për situatën dhe vizioni juaj për të ardhmen e këtij shërbimi. Faleminderit. Unë normalisht punoj si prokuror. Detyrimisht edhe vizioni im lidhje me sigurinë e komunitetit trajtohet edhe në një farë mënyrë ndikohet nga puna ime. Ne jemi me fat që jetojmë në vende shumë mira, lagje shumë mira, qytete shumë mira, vende të sigurta. Gjithsesi ka
vend për përmirësim sa është e vështirë ta konceptosh sa vend për përmirësim ka. Dhe një nga arsyet, siç e përmenda më parë, që pse unë personalisht mendoj që ka vlerë që të kemi kandidatin ton për senatin e shtetit ton, është sepse, si thash më parë, kemi komitete që merren me kualitetin e drejtësisë dhe kualitetin e gjykatësve që shërbejnë komunitetin ton, cilët nuk janë avokat për vetën e tyre, s'kan asnjë haber lidhje me si funksionon ligji. Dhe ajo mungesë njohurish dhe mungesë dijesh dhe mungesë perspektive dhe vizioni në lidhje me si duhet drejtojmë ligjet tona, si duhet forcojmë aspektet si duhet forcojmë prokurorët tanë, si duhet forcojmë policinë, si duhet sigurojmë mirëqenien e publikut ton, mungon në rangun e shtetit ton. Gjykatat tona janë, unë harxoj çdo ditë udhëtim në gjykat. Edhe ditë them që kemi shumë probleme dhe vetmja mënyrë se si mund ta dallosh atë është që ti jesh pjesë e këtyre gjykatave, dhe unë nuk e rroj as armikut tim më të mirë, me thënë drejtën. Të shkosh për të njëjtën çështje, për të njëjtën akuzë, le themi, si shembull, të shkosh të ballafaqohesh me gjykatës në Sterling Heights, ti do marrësh një përfundimi që do nxjerrësh, do jetë shumë ndryshe në cilësi, në jetëzjatësi, në çdo aspekt mundshëm, se sa ai përfundim që do të nxjerrje po të shkonin bashkë për të njëjtën çështje në Rochester Hills. Kjo është absurde ta mendosh, që një shtet, dhe jo një shtet, po një komunitet, sepse po flasim Sterling Heights me Rochester Hills janë 10 minuta larg me makinë nga njëri tjetri, biles në ca pika caktuara janë komshime njëra tjetër. Që të kemi rezultate ndryshme për të njëjtin individ, për të njëjtën akuzë ose për të njëjtën çështje biznesi anëtar, sepse komuniteti jon ka shumë probleme në lidhje me, nga që jemi të gjithë të angazhuar në biznes. Unë personalisht preferoj shumë anëtar të komunitetit tanë që janë biznesmen, që kanë lloj-lloj marrëdhëniesh me lloj-lloj njerëzish, kontaktore, absolutisht, entitete shtetërore, gjëra të tilla. Dhe që të kemi rezultate ndryshme për të njëjtat çështje, nga gjykata në gjykatë, nga gjykatës në gjykatës, ajo është absurde. Kjo është një nga mënyrat se si neve ndikohemi, po në dash pa dashur nuk e kuptojmë që ndikohemi, sepse njerëzit thjesht shikojnë atë momentin e tyre. Ky është ai problemi që konstatova më më parë, që në një farë mënyrë janë probleme sistematike dhe individuale. Individi nuk e kupton problemin sepse merret me hallin që ka në kokë në atë moment caktuar specifik. Por momentin që për mua si profesionist që shikoj atë njëjtat situata nga gjykata në gjykatë gjatë gjithë kohës, jam në mënyrë konstante vërej që rezultatet janë ndryshme dhe është problem sistematik. Prandaj duhet të zgjidhja në mënyrë sistematike dhe jo më thjesht rregullojmë atë momentin lidhje me biznesmenët tonë, me anëtarët tonë të komunitetit. Po. Natyrisht do rrinim gjatë për të trajtuar të tilla probleme që ka jeta, shoqëria sot këtu, por do të thoja që e rëndësishme është që këto probleme nga njerëzit e zgjedhur të hulumtohen për të njohur dhe natyrisht pastaj për t'i trajtuar, për t'i ngritur atje ku duhet. Por unë mendoj se jo vetëm kaq, por detyra të zgjedhurëve është dhe për të thuash thithur dhe mendimin dhe për të sjell dhe zërin e komuniteteve në këto institucione për hallet dhe shqetësimet e tyre si kanë. Dhe në këtë plan, për shembull, desha një pyetje, si mendoni ta ndërtoni dhe ta planifikoni për të ngritur zërin e shqiptarëve amerikanëve në nivel shtetëror dhe në hartimin e politikave publike? Absolutisht. Edhe faleminderit për atë. Normalisht, ajo nuk do të ndodhte kurrë, ashtu sikur se nuk ka ndodhur deri më sot, për sa kohë nuk kemi një antar të komunitetit tonë që shërben në këto role. Aty, sado role të vogla, aty ku kemi pasur antar të komunitetit tonë, edhe unë sapo takova për shembull si që dini, ju ngrit flamuri shqiptar në Westland. Edhe unë isha normalisht mora pjesë ke ngritja flamurit për shpalljen e pavarësisë. Nga Bashkia e Islamit. Nga Bashkia e Islamit. Së bashku atje isha me një zotëri që unë nuk e njihja, me thënë drejtën, dhe takova të ditë që kisha emrin Robert Gjonaj.
dhe që ishte council member në shërbente në Këshillin Bashkiak në qytetin Livonia. Normalisht ne u njohëm si shqiptar. U njohëm momentet dhe pastaj është ajo është ajo mirënjohja dhe dashuria që kemi në mënyrë instinktive me njëri tjetrin, edhe hymë me njëherë në bisedë me njëri tjetrin dhe po flisim kush tjetër do reagonte në lidhje me komunitetin tonë, me nevojat tona, më mirë se sa dikush që është nga komuniteti. Sa të zgjedhur te këtij komuniteti. Absolutisht. Unë jam i sigurt që Roberti në komunitetin e tij. Unë jam, siç e tha dhe ju, unë jam demokrat. Roberti ishte republikan. Jam i sigurt 100% që Roberti në komunitetin e tij i shërben komunitetit shqiptar dhe ngre në pa ato çështje që janë të komunitetit tonë në mënyrë pothuajse të pavetdijshme. Pse? Sepse është pjesë e komunitetit tonë. Normalisht problemet e komunitetit shqiptar këtu janë problemet e mia, janë problemet e familjes time. Problemet s'kan ngjyra politike. Pikërisht, janë shqetësime që i përjeton qytetari dhe duhet dikush të merret, i cili është ngarkuar për të shërbyer qytetarit. Kur ikin dritat, dikush duhet të ndesi. Pakësia është demokrat apo republikan. Po. Ajo është e nevojshme, ajo është nevoja. Kështu që për mendimin tim ato ndodhin në mënyrë të vetëdijshme dhe në një farë mënyrë lufta që bëjmë neve, lufta që bëj unë personalisht, është që të arrim pikërisht në ato konkluzione ku ndihmojmë komunitetin tonë, jo thjesht sepse se po bëjmë gjëra të veçanta për komunitetin tonë, por ndihmojmë komunitetin tonë sepse jemi pjesë e problemeve të komunitetit, janë problemet tona. Pra, duke menduar këtë që thatë se vetëm përfaqësuesit e komunitetit mund t'i çojnë të probleme atje ku duhet, dhe këtu është përfitimi që ka komuniteti në mënyrë të padiskutueshme. Ju besoni se ka shumë rëndësi përfaqësimi i komunitetit dhe për shembull çfarë do thoshte për ju që personalisht të zgjidheshit në këtë detyrë për cilën ju po aspironi, njëkohësisht unë do të thoja do të ngarkoheshi dhe me një obligim tjetër si përfaqësues i komunitetit shqiptar në formën e një lideri i cili është përfaqësues në organet legislative për zgjidhje hallet e tyre apo jo? Absolutisht. Edhe ajo ndodh në mënyrë mos natyrale, prandaj është e nevojshme. Arsyeja pse them që ndodh në mënyrë natyrale është sepse unë do të jap eksperiencën time deri më sot, dhe është eksperjenca e çdo avokati shqiptar, çdo avokat i këtij komuniteti. Kur shkojnë në gjykat dhe përfaqësoj çfarë lloj klienti, nuk është një mister fakti që dikush me mbiemrin Nushaj është shqiptar, përkundrazi. Edhe detyrimisht edhe unë jam krenar për faktin që jam shqiptar, nuk është diçka që e them me kënaqësi, është nder dhe privilegj për mua të qenë shqiptar. Detyrimisht kushdo që me cilin kam bëj, e di për arritjen time, e di kush jam, e di nga vi, e di për çfarë qëndroj, çfarë janë besimet e mia, kuptimet e mia si shqiptar. Detyrimisht edhe prandaj dhe e përmend atë në lidhje me aspektin e përfaqësimit, se kudo çdo gjykat që hy, dashur pa dashur, aq sa përfaqësoj atë individin që kam afër meje, që zakonisht është shqiptar gjithashtu, po aq përfaqësoj edhe gjithë komunitetin tonë. Prandaj dhe roli im gjatë gjithë këtyre viteve, gjatë këtyre 15 viteve të fundit ka qenë jo thjesht që të isha avokat i mirë për atë individ, por të isha avokat i mirë për tërë komunitetin, në një farë mënyrë sepse gjatë gjithë kohës është si puna asaj, kur bën gjëra të mira je i mirë për të gjithë, por kur bën gjëra të këqija pastaj je sepse je shqiptar. Kështu që detyrueshim gjatë gjithë kohës në një farë mënyrë ishte nevojshme, edhe jam i sigurt që çdo profesionist shqiptar ka atë, është e vërtetë për çdo profesionist shqiptar në çdo fushë, me fjalë një doktor shqiptar është në vetë doktor i përsosur për arsye se përfaqëson jo thjesht profesionin e tij, por përfaqëson gjithë komunitetin tonë. Edhe kjo rrjedhoja e kësaj është që edhe në një pozicion të tillë është e nevojshme që të kemi njerëz që kanë vlera të tilla. Me fjalë tjera, që kur shkojnë atje na përfaqësojnë, jo thjesht përfaqësojnë komunitetin e gjerë, por në mënyrë të veçantë përfaqësojnë edhe këtë komunitet specifik, sepse ne kemi nevoja të tilla. Pra, natyrisht, duke qëndruar në këtë linjë, ky shans që i jepet komunitetit shqiptar për të votuar një personalitet si ju, të cilët komunitetit nuk i mungojnë realisht në institucionet ligjvënëse të shtetit amerikan, të cilat natyrisht do të i shërbej bashkëdhetarëve të vet, bashkëqytetarëve të vet,
është domosdoshmëri që këta duhet të jenë dhe ata që ne duhet na përfaqësojnë të jenë liderit e komunitetit shqiptar, të cilët njerëz të tillë të profesional me një kualitet të lartë kulturor, arsimor, janë këta, besoj që duhet të bëjmë një revolucion dhe ne si komunitet në përzgjedhjen e njerëzve të cilët duhet të jenë vërtet përfaqësuesit dhe liderit e komunitetit shqiptar në marrëdhënie me institucionet shtetërore, duke qenë pjesëtar, antar të këtyre institucioneve të cilat janë jetike për zgjidhjen e problemeve qytetarëve. Absolutisht. Edhe do ishim me fat në qoftë lidhje me këtë kandidaturën time, qoftë me çdo shqiptar tjetër që kandidaton. Si me tëndën, me të Robertit, absolutisërt me Robertin, i cili po kandidon atje, janë vlera që komuniteti shqiptar natyrisht pa diskutim duhet të jetë, domethënë, duhet të mbështesi pa ekivok. Po normal. Shiko, edhe kjo është e mira, në një farë mënyrë kjo është e mira. Unë bëj shpesh këtë bisedë. Kjo është një nga gjërat pozitive të qenë shqiptar. Pjesë po bëja një bisedë para ca ditësh në lidhje me distriktin tim, ku jemi në Sterling Heights ndër tjera. Në Sterling Heights kemi shumë grupe etnike. Për shembull kemi Chaldeans që janë nga Iraku ndër tjera, që është një nga grupet kryesore aty. Edhe një miku im që është avokat dhe që është pjesë ati komunitetit, tha shiko ka përshtypjen që ata do votojnë, në grupi im tha do votojnë një mënyrë specifike, tha nuk ka burrë që ta ndrojnë menin, tha. Edhe sikur të shkoj unë tha edhe tisha tha nga parti ndryshe nga partia e tyre, tha nuk do ja ndronin dot menin, tha. Më drejtohem më pasaj tha nuk e di si e ke në lidhje me shqiptarët e tu. Thash shiko, ato do e shikojmë në fund. Është kollajt parashikojmë sot, por kam përshtypjen tashmë që shqiptarët votojnë individin, edhe votojnë për shqiptarin me fjalë tjera. Kur shohin emrin shqiptar në listën e atyre që janë për të votuar, kam përshtypjen thash që do ishte normale që të besonim që ai shqiptar do votojë për një shqiptar. Për arsye se ne jemi rritur me idenë që mbështesim tanët pa të dhënë feje krahina ide. Edhe këtu po flasim për ide, thash, edhe idetë shkojnë e vini, thash që shqiptar mbetet. Edhe për neve ajo ka rëndësi. Në këtë rrugtimin tuaj të rëndësishëm, i cili është shumë signifikant, ju keni ndërtuar me punën tuaj, në jetën tuaj profesionale, një reputacion për ndershmëri, rigorozitet në zbatimin e detyrave të tua, qoftë në aspektin ligjor, qoftë në aspektin tjetër profesional. Është me vlerë, si do t'i sillni këto vlera në jetën publike, në qeverisjen publike? Po bëja një bisedë që avokatët tregon historira gjatë gjithë kohës, kështu që unë i kam pa teklif, prandaj edhe neve duhet limitohemi më shumë se sa zgjerojmë. Por unë të tregoj, do të themi që isha po takova me një mikun tim që pi kafe zakonisht mes për mes, me atë se koincidoj gjithmonë ke një kafe. Edhe ndërkohë po prisej një person tret që erdhi dhe ishte një nga shqiptarët tanë normalisht. Thotë dhe më prezanton, thotë nuk jepeshin bashkë, thotë ky është Renis për kandidon për fushatë. Ai u gëzoi masë, thonë, "Oh, Ripna, faleminderit, shumë mirë, bravo, bëj qejf ashtu." Ishte po flisim me superlativa, po bëte pyetje, pastaj morën caktuar ndërpara tha, "Prita, Renisa, ti me kë parti?" Edhe miku im që është republikan, unë demokrat, miku im që është të shokun tha që republikan, tha për mikun e tij. Edhe unë e pyeta tashun, është e rëndësishme. Është e rëndësishme çfarë parti janë? Po, tha, është e rëndësishme çfarë parti. Po i thash, po pse është e rëndësishme? Dhe më tha, po është e rëndësishme, tha, sepse ne kemi tha për mendimin tim, tha. Kemi një parti që është më afër atyre parimeve tona si shqiptar, tha, që janë në lidhje me familjen, prioritet ndaj familjes dhe ndaj bestymeve tona, në aspektet sociale. Tha, se sa partia tjetër, për opinionin tim. Edhe ajo është pyetje me cilën unë jam ballafaqur goxha shpesh për kohën e fundit. Edhe një nga mënyra si u përgjigja atij mikut tonë, edhe atë të paktën e binda tani. Ideja është bindim gjithë komunitetin. Kur i fola i thash, kam përshtypjen që besimet tona dhe çfarë mendojmë neve në lidhje me familjen, prioritetet tona si shqiptar, nuk i gjetëm këtu. I kemi sjellë me vete. Po. I kemi sjellë me vete dhe kemi sjellë me vete nga Shqipëria sepse ashtu jemi rritur në Shqipëri. Jemi rritur nga prindër shqiptar, një komunitet shqiptar,
me besime, një ambient konservativ. Ambient konservativ, me disa parime bazë, cilat nuk na kanë ndryshuar gjatë shekujve. Po, okay. është vërtet. Edhe pyeta të mikun thash, jam dakord deri këtu? Po, jemi dakord. Kam përshtypjen sepse ju jeni rritur nga tillë familje, në tillë komunitet, pak rëndësi ka ku në Shqipëri, në vend viseve të shqiptare, është pa dallim feje ka një ide, ekziston një lloj apo jo? Po. E gjitha gjë është e vërtetë për mua. Edhe unë jam rritur nga dy prindë shqiptarë, në vizë shqiptare, mes Shqipërisë, me tithat parime, me tithat ide, dhe ato ide dua të ndroj, nuk i ndroj dot. Ajo është i qenit shqiptar. Kështu që prandaj edhe ai miku im pasaj, diku i miri, tha ke drejta, më fal, tha, të kuptoj, tha, dhe jam dakord me ty. Dhe kam përshtypjen që në fund fare kjo është pjesë e këto parimet tona janë ato që na drejtojnë dhe këto janë arsyet pse për mendimin tim edhe atje kur vi koha për të vënë votën, shqiptarët do mbështesin shqiptarët e tyre. Po, një pyetje prapë që lidhet edhe jeni tamam personi i dur që mund ta përkufizoni edhe për teleshikuesit, për qytetarët. Çfarë do të thotë qeverisje transparente? Po. Sepse është një term që i përdoret shpesh dhe natyrisht përmbajtja e tij ka shumë esencë, domethënëse. Dhe si do ta realizoni ju në praktikën tuaj të ligjvendjes, të marrjes pozicionit ligjvendës? Po. Shiko, ajo faleminderit për atë pyetje, ajo lidhet me atë komente që bëm që fillim të intervistës. Qeverisja transparente edhe shumica shumica e tyre që janë duke shërbyer sot nuk e kanë konceptin e kësaj ide, ose të paktën praktika e tyre na thot neve si qytetar që ka shumë pak transparencë në qeverisje në këtë shtet. Qeverisja transparente do të thoshte që ti si legjislator, ti si person që shërben popullit të këtij shteti, komunitetit ton, mos kesh frikë që ti tregosh komunitetit veprimet që merr çdo ditë në këtë komunitet. Mos kesh frikë të tregosh dokumentat çdo ditë. Mos kesh frikë të tregosh çdo hap që bën gjatë qeverisjes për këtë komunitet. Ashtu sikur se ndodh rëndom në çdo aspekt qeverisjes në rangun e qytetit, që neve nuk na ndodh në shtetin ton. Ajo është transparenca e vërtetë. Transparenca, për mendimin tim, është ajo që thash që në fillim që duhet sjell këtu nëpërmjet të reformave që bëhen, që neve kemi këtu që janë FOIA, që është Freedom of Information Act, ta bëjmë shtetin e Michiganit, çdo aspekt të shtetit, legjislativin, ekzekutivin edhe gjyqësorin, që të kenë detyrimin që të tregojnë komunitetit tonë çdo hap të mundshëm gjatë qeverisjes së tyre. Kjo nuk ekziston sot dhe është e nevojshme. Po, që të mbaroj fjalinë. Dhe po të më zgjedhin mua, gjëja e parë që do bëja ishte pikërisht ajo. Ajo është e nevojshme në mënyrë që t'i japësh kuptim dhe t'i japësh domethënie çdo aspekti tjetër të qeverisjes. Po tregojmë gjërat si bëjmë, detyrimisht do i bëjmë gjërat ashtu si duhet. Le të vim në fund tek komuniteti shqiptar. Natyrisht shqiptarët përgjithsisht janë republikanë. Ju jeni demokrat, si do ta përballoni këtë sfidë? Natyrisht nuk është në sfidë e theksuar, por gjithsesi ekzistojnë ky fenomen. Dhe së fundit, më në lidhje me këtë, në vazhdim, pse votuesit shqiptarë amerikanë duhet të ndihen të sigurt duke ju besuar votën dhe përfaqësimin në organet legjislative? Pavarësisht pozicionit. Ashtu sikur se thamë më përpara, në lidhje me parimet tona dhe besimet tona si shqiptar. Edhe kur vjen puna për këto dy parti. Partitë kemi gjetë këtu. Dhe janë dy parti që përfaqësojnë 340 milionë amerikanë. Në votat e fundit presidenciale votuan 77 milion për një kandidat, 75-76 milion për kandidatën tjetër, që ndan pak a shumë në vendin mes. 87 milion amerikanë nuk votuan fare, që kishin aftësi të votonin. Çfarë do të thonë ajo për neve? Këtë pyetje ja bëj vetes gjatë kohës. A është e mundshme për dy parti
të ndajnë mes venin edhe të përfaqësojnë në mënyrë totale opinionet e njërit grup apo grupit tjetër. Unë do thoshe është absolutisht e pamundur. Kështu që ashtu sikundër Partia Republikane, për gjithë ata shqiptarë që janë konservatorë, nuk i përfaqëson ata në mënyrë 100%, sepse është e pamundur që ndodhi diçka e tillë. Opinionet e komunitetit tonë janë shumë më komplekse se sa një parti ka aftësi që të drejtojë. Po dhe jam sigur se ashtu sikundër jam sigur që shqiptarët tanë besojnë në parime thelbësore të partisë, po jo në 100% parime. Po ashtu sikundër, ashtu është e vërteta edhe nga ana tjetër. Për ata shqiptarë, sigurisht se puna ime, ku partia tjetër, Partia Demokratike, është e pamundur që të përfaqësojë 77 milion veta dhe të kenë gjithë një uniform, opinion uniform. Është praktikisht e pamundur. Detyrimisht, unë do thosha që vlera për ne këtu është që po kemi një kandidatin tonë. Dhe po votojnë, ky komunitet do ketë oportunitetin, qoftë nga Rantime, qoftë nga Arno Roberti, qoftë nga njëri tjetër, që të votojnë për kandidatin e tyre, për individin. Kështu që nuk është e nevojshme kur shkon aty kur dalë ajo fleta e votimit, nuk është e nevojshme që të shkosh ke Partia Demokratike. Po thjesht do të gjesh emrin tim aty në fund fare. Po gjetë emrin tim, ti je i sigurt që do të gjesh atë emrin e personit që ka të njëjtat eksperjenca në jetë si ty, si çdo shqiptar këtu në këtë komunitet. Vjen nga një familje si ty, si çdo shqiptar në këtë komunitet. Po rrit një ditë fëmijë, 2 vajza që kanë unë, si çdo shqiptar tjetër në këtë komunitet. Ka të njëjtat aspirata për atë fëmijë, për familjen e tij, për vllajën e tij, për familjen e vllajt. Ashtu sikur të komunitet. Dhe ka të njëjtat parime bazë, ashtu sikur çdo antar i komunitetit, pa rëndësi ka janë demokratë apo republikanë. Po. Pra, ne u bëjmë thirrje, mirë, në ato distrikte kur janë 2 kandidatë shqiptarë dhe njëri janë demokratë, tjetri republikanë, le të votojnë sipas partive, po për shqiptarin. Po kanë aftësi ta bëjnë edhe aty. Edhe aty nuk kanë nevojë që të votojnë për njërin parti. Votojnë për individin, që të dy raste. Pikërisht. Absolutisht. Absolutisht. Dhe pra ne u bëjmë thirrje dhe bashkëdhetarëve që të kenë shumë parasysh këto në votime, sepse është një shans që na është dhënë dhe ne duhet ta shfrytëzojmë. Absolutisht. Zoti Renis, tani të kalojmë në një aspekt tjetër për ta mbyllur bisedën tonë, po gjithsesi me që kam rastin bisedoj me ju një kohë gjatë si bashkëdhetar këtu dhe me një nivel të tillë dhe një personalitet të tillë që natyrisht mendimi juaj, opinioni juaj ju vlen bashkëdhetarëve lidhje me diasporën shqiptare. Pra, diaspora shqiptare në optikën tuaj, si e vlerësoni qasjen e shtetit shqiptar ndaj diasporës, lidhjet dhe vlerësimin e tij të drejtanishëm për diasporën. Në parim, absolutisht, në parim jam absolutisht mbështetës i gjithë idesë për shumë votimit që u bë kur shqiptarët e diasporës patën aftësinë që të votojnë tek zgjedhjet në Shqipëri. Për mendimin tim është ideale. Është rrallë në botë, normalisht, është diçka e veçantë, por ai në një mënyrë është për opinionin tim është vërtet. Në qoftë se mendon që nuk është vërtet, se ka plot shqiptar, unë kam miqtë e mi që nuk menduan që ishte e vlefshme diçka e tillë, përkundrazi dhe nuk u angazhuan në votimet, nëse nuk mendon që është vërtet do të rish jashtë asaj. Po për ata që janë ashtu siç kurse shumë prej nesh jemi të lidhur me Shqipërinë dhe me çfarë rezulton Shqipëria, me çfarë ndodh në Shqipëri, ajo ishte diçka tema pozitive. Ama duhet gjithsesi pa diskutim që dakord ka vlera, por ama duhet forcuar administrimi i kësaj vote. Dhe domethënë të eliminosh përdorimi i saj. Absolutisht. Po. Një problem tjetër që unë lidhet me rrugën që ju keni ndjekur tani duke kandiduar për të antarësuar në forumet legislative, është një problem që shqiptarët e kanë ngrit me kohë, këtu komuniteti shqiptar, bashkëdhetar këtu në diasporë, sidomos në Michigan, duke qenë se është një numër i madh shqiptarësh nga Shqipëria dhe nga treva tjera, që tashmë një pjesë e mirë kanë shtetësinë shqiptare, hapja një konsullate në shtetin e Michiganit. Ja është bërë prezent që kur pakën sa më kujtohet mua që kur ka qenë presidenti Mojsiu, jo është kërkuar për vizitë tu, pastaj presidenti Bamir Topi, Bujar Nishani, të gjithë kanë dhënë premtime, por realisht nuk është realizuar.
mendoj se është me vlerë sepse shqiptarët kanë nevoja për një pasaport, për një rinovim të kartës identitetit, e cila e pengon për një lëvizje, për një shërbim caktuar. Pra, mendoj se është Absolutisht. përveç të tjerave është e domosdoshme edhe për këto, apo jo? Absolutisht. Dhe a është mundësia, a është në programin tuaj elektoral si shqiptar për të, si me thënë, sponsorisuar këtë ide që të realizohet? Absolutisht. Do t'jap edhe diçka po ndodh aktualisht drejt atij që t'hidhet ai hap. Siç mund ta dini dhe ju, ekziston një grup që drejtohet nga miqtë mi shumë mirë, që janë njerëz mrekullueshëm, anëtarë të mrekullueshëm të komuniteti intelektual fantastik, që quhet Besoke Diaspora. Dhe Besoke Diaspora, që është një grup që drejtohet nga Altin Zaloshnja, Tion Kadiu, Adi Braçe, një grup, siç thash, njerëz mrekullueshëm, ata kanë krijuar një peticion për të realizuar pikërisht këtë, për të krijuar peticion për të kërkuar Unë njofi kam dhe unë miq dhe bile do të thosha shënomni dhe mua. Po tamam. Edhe ata edhe ishin dhe në Westland dhe morën firma nga gjithë komuniteti shqiptar që ishin në Westland. Ishin dhe ke darka përvarësisë ndër tjera, edhe ke ajo ke Balkan Community Center, edhe ke darka përvarësisë tek Romano Bar and Grill, dhe morën firma edhe po marrin firma kudo që janë. Ajo tregon angazhimin dhe vlerësimin drejt asaj ide. Absolutisht është e nevojshme dhe absolutisht që ky komunitet duhet ta ketë një opsion të tillë. Këtë ta them unë nga eksperiencën e personale si avokat, sepse çdo verë na vin ato telefonata ku dikujt i ka skaduar pasaporta dhe i duhet për t'ikun në Shqipëri dhe nuk ka aftësi që ta kryejë atë. Kështu që ajo na duhet, është më se nevojshme, ajo s'ka nevojë as për lule, as për superlative, është thjesht nevojë e kësaj zone sepse kemi aq shqiptar këtu. Janë shumë, po. Faleminderit për këtë informacion, shpresojmë që me impenjimin e atyre miqve tanë që kanë krijuar këtë grup, mendoj se është me vlerë dhe me sponsorizimin dhe impenjimin tuaj në rast se zgjidheni si antari këtyre forumeve, do të shtym këtë gjë që të realizohet dhe për komunitetin shqiptar. Duke e mbyllur këtu tani besoj bisedën, ne do të rrinim gjatë për të diskutuar, sepse është kënaqësi të diskutosh për problematika të tilla dhe aq më tepër me një intelektual si niveli juaj, për të jep kënaqësi dy fish dhe mendoj se i japim një informacion të kualifikuar dhe komunitetit për problematikat dhe shqetësimet që kanë. Së fundi, atëre duke qenë se jeni në fushatë zgjedhore, cili është mesazhi juaj përfundimtar për shikuesit tanë, për komunitetin shqiptar në Trojës, Sterling Heightsit, në zonën distriktin ku ju kandidoni realisht. Faleminderit shumë për kohën, faleminderit për intervistën, faleminderit për fjalët e këndshme, dhe falenderoj komunitetin, ka qenë kënaqësia ime që ta përfaqësoj këtë komunitet për 16 vite dhe fundit si avokat, dhe shpresoj që në të ardhmen ta përfaqësoj, edhe pse unë do vazhdoj të punoj si avokat, ta përfaqësoj edhe në këtë detyrë të re. Edhe uroj që të fitoj votat e çdo shqiptari, dhe në momentin që të marrë të votat, dhe nëse do marrim këtë detyrë, do jem gjatë gjithë kohës duke punuar për çdo shqiptar të komunitetit. Faleminderit. Faleminderit Renis, dhe ne të urojmë suksese, të nderuar teleshikues. Unë dëshiroj të bëj thirrje si shqiptar, si gazetar i këtij televizioni, që të votoni, veçanërisht shqiptarëve që jetojnë në distriktin ku konkuron zoti Renis, të votoni për Renisin. Votoni sepse duke votuar për Renisin, votoni për veten tuaj, për zgjidhjen e halleve të problematikave tuaja. Gjithashtu do të bëj thirrje të shqiptarëve që janë jashtë kësaj zone, por që kanë njerëz në zonë, të ndikojnë e të suportojnë fuqimisht që të zgjedhin bashkëdhetarët tanë, si Renisin në distriktin ku kandidon, si Robertin në zonën që kandidon për kongres, për federalin. Të votën t'ja japim shqiptarëve. Uroj dhe shpresoj që të dy këta kandidatë, të dy këta djemë të ri me këtë staturë kulturore, profesionale, të fitojnë dhe të jenë përfaqësuesit tanë në këto forume të larta legislative. Ju uroj suksese, faleminderit
për praninë në studio, që na dhe kënaqësinë të diskutojmë për vizionet tuaja në lidhje me këtë kandidim të rëndësishëm. Faleminderit shumë. Kënaqësi ime. Kënaqësia jonë. Faleminderit.